Në ambientet e restorant Freskia, në patronatin e kryetarit të komunës Ilir Ferati, në Istog, u mbajt edicioni 11 i konkursit letrar me çmimin Dr. Ibrahim Rugova, një aktivitet ky i organizuar nga klubi letrar Podguri. Të pranishëm ishin kryetari i komunës së Istogut Ilir Ferati, Samir Agovic, kryetari i komunës së Pejtnicës, Dr. Naser Rugova, Flamur Gashi, Flamur Shala dhe pjesëmarrës krijues e dashamirë të artit. Ceremonia filloi me intonimin e himnit të Republikës së Kosovës dhe himnit Dardan, që e nisi në mënyrën më të bukur këtë ngjarje. Drejtori i RTV Fontanes, Zeqir Mehmetaj, e hapi aktivitetin me stilin e tij të veçantë e artistik, duke e kthyer ngjarjen në përvojë të ngratë e profesionale për të pranishmit. Unë sot jam sikur që ato rrotë që po i rokotelin, jem veç zavendësim. Ka pas me qenë një gazetare radio televizionit Fontana, për arsye objektive nuk ka mujtë më arë momentet të fundit, kështu që mu po më takon privilegji me bo hapjen e këtij edicionit të 11 të konkursit letrar gjithkombëtar Ibrahim Rugova. Unë du me i përshëndet të gjithë pjesëmarrësit duke fillu nga kryetari i komunës Zotri Ilir Ferati, që ashtu bashkur përmendet kryetari Tinale. Edhe du me i përshëndet të gjithë pjesëmarrësit nga e gjithë gjeografia e jonë shqiptare, që janë pjesëmarrës të këtij konkursi letrar, nga Kosova, nga Shqipëria, pastaj nga Mali i Zi, edhe nga Ilirida gjithsesi. Du mi uru sukses pjesëmarrësve, pa hatërmbetje në fund, sepse nuk mund të ndahen 100 çmime, se nuk ka vlerë konkursi pastaj, po fituesve dhe më të mirëve du mi u dëshiru sukses e atyre që nuk fitojnë kësaj radhe në vitin tjetër. Spaku kryetari kështu na ka premtu që do të vazhdojmë me këtë konkurs letrar, që më duket që është i vetmi në Kosovë që mban çmimin Dr. Ibrahim Rugova. Unë po e ftoj Nuradin Imerin, drejtorin ekzekutiv të klubit letrar Podguri, që të vazhdoj me tutje. Ka që është emisioni im si zavendësim sot. Apeta. Drejtori ekzekutiv Nuradin Imeraj solli historikun e klubit letrar Podguri dhe misionin e tij. Klubi letrar Podguri u themelua në vitin 2014, ndërsa u regjistrua zyrtarisht në vitin 2015. Ideatorët dhe nismetarët e këtij institucioni letrar janë 3 arsimtarët e profilit gjuhë dhe letërsi, Sadik Bicaj, Nuradin Imeraj dhe Magjon Osmanaj, të njohur si autor, botues, gazetar, publicist e tjerë. Pikërisht, brenda këtij klubi lindi edhe ideja për çmimin letrar Dr. Ibrahim Rugova, nismuar nga Ali Daci, Milazim Maraj dhe Nuradin Imeraj. Ky çmim u miratua në kryesinë e klubit dhe një vit më pas, në 2016, u shndrua në tradit falë për krahas së kryetarit të atëhershëm të komunës Zoti Jaki Rugova. Prej asaj kohe, projekti është mbështetur vazhdimisht, kryesisht nga komuna e Istogut. Klubi letrar Podguri ka selinë e vet në objektin e shtëpisë së kulturës, Adem Jashari në Istog. Hapësirë e siguruar me mbështetjen e kryetarit aktual të komunës Zoti Ilir Ferati, i cili vijon të përkrahë me përgjegjësi jo vetëm klubin ton, por edhe gjitha shoqatat kulturore që veprojnë në Istog. I pari i komunës Ilir Ferati përgëzoi organizatorët për punën e palodhshme dhe u zotua se projekti letrar Dr. Ibrahim Rugova do të jetë si projekt tradicional me buxhet të garantuar nga komuna e Istogut. Të nderuam praneshëm e jashtëzakonisht i lumtur që sot në cilësinë e nikoshirit të kryetarit të komunës së Istogut, mirëpresim një kost jashtëzakonshme të njerëzve që ju kanë bashkangjitur ftesës së klubit letrar Podgurit, që për ne si komunë është thyrë në aset kulturor, me thonë lirisht. Nderuar me kryetari i komunës Petnicës, Zoti Agovic, bashkë me bashkëpunëtor, zonja deputete Sorbeza Kabashi,
miku jonë dhe ambasadori, njëri që ka marrë funksione gjatë rëndësishme në shtetin shqiptar, zotë Flamur Gashi, Naser Ali, drejtor i arsimit, përfaqësues bizneseve, ndërun profesor, poet, shkrimtar, njerëz letrave. Në radinjë tha, po edhe nohën mirë po, mendoj që fitura më e madhe në individi është jeta më e gjatë se sa ajo fizike, e për poetët kjo është shumë më e mundshme se për neve tjerëve që jemi më thjeshtë. Shumica prej tyre jetojnë më gjatë se sa jeta fizike dhe sigurisht janë kasta njerëzve ndaj të cilëve ne duhet të shprehim mirënjohje për shkak se përjetësojnë punën e vetë, spori edhe manej edhe historinë edhe figurat e popullit shqiptar. Unë si kryetar komune, para jush duhet me marrë një zotim ndaj cilët ose i cili më ka obligu jo veç politikisht, po flas në aspektin moral. Dhe ne politikanë që prej vitet ashëm këtë konkurs me bo pjesë të rregullt buxhetit komunës edhe me bo pjesë të kalendarit tradicional të organizimit të aktiviteteve kulturore. Aktivitet që po i përbashkon mirë tha Zeqa hapësirën gjeografike ku jeton populli shqiptar, ndoshta është një prej formave të cilat ne si shtete po e quaj kështu, duhet me investu jashtëzakonisht më shumë që me i bë bashkë njerëz, me i bë bashkë shqiptarët kudo që jetojnë nëpër treva, e para që me vazhdu, me i kultivu e me i forcu lidhjet mes vetit, që datë kohë të fundit kam dëshimin që kam fillu me uzbek flamur. E dyta që pjesën kulturore e letrare me botgasme për gjeneratat cilat vijnë pas nesh, njëjtë qysh na e kemi gjetë bomë të gasme për ata që e kanë lënë për neve. Unë klubi letrar do më ru punë të marë, musafirëve që janë u kalu kohë të mirë, edhe sigurisht fituesve meritorësh padyshim më ru për punën edhe për shkrimet që i bojnë për cilat jemi krenar ne si qytetar të historisë të Kryetë Policisë Kosovës. Ju faleminderit shumë gjithë. Samir Agovic, kryetari i komunës së Pejtnicës, theksoi se ndihet mirë që një njeri i madh e ka gjenezën nga kjo komunë, duke referuar Dr. Ibrahim Rugoven, i cili këtë popull dhe këtë shoqëri arriti ta sjellin në stand që të jetë lirë dhe shtet i pavarur. Sjećam se zaista jednog divnog čovjeka koji je tada vodio opštinu, Kujtoj një njeri të mrekullueshëm që atëherë udhëheshte komunën, koji nažalost nije sada među nama, se fatkeqësisht nuk është më në mesin tonë, ali i ovom prilikom izražavam duboko poštovanje prema Hakiju Rugovi, po edhe me këtë rast shpreh konsiderat koji je tada zaista nas povezao na pravi način. Edhe shfrytëzoj rastin me falenderuar lidocin që na pat lidhur në mënyrën më të mirë të mundshme në atë kohë. I danas sam svjedok da opština Istok napreduje, E tash jam dëshmitar që komuna i Istogut po përparon. da je mladi gradonačelnik ambiciozan, odgovoran, Kryetari i ri i Istogut është ambicioz dhe i përgjegjshëm. a to su i vaši građani najbolje pokazali ovim glasanjem. E këtë më së miri e kanë treguar qytetarët tuaj në zgjedhjet e fundit. I čestitam, dragi kolega, na uspjehu. Dhe i nderuar koleg, ju uroj për suksesin. Želim da ova opština bude jedna od najboljih opština na Kosovu. Dëshiroj që kjo komunë të jetë më e mira në Kosovë. Imam na to pravo, jer ste vi naši prijatelji, Kam drejt në ato, sepse ju jeni miq tonë, jer se ovdje osjećamo zaista kao kod kuće. sepse këtu ndihemi vërtet si në shtëpinë tonë. I posebno mi je drago što jedan veliki čovjek, upravo porijeklom iz ove opštine, Në veçanti me vjen mirë që një njeri i madh e ka gjenezën nga kjo komunë. svakako mislim pogađate na rahmetli Ibrahim Rugovu, Gjithsesi mendoj në presidentin e ndjerit Ibrahim Rugovu, koji je ovo društvo i ovu zajednicu doveo do ovoga da bude slobodna, nezavisna i otvorena evropska zemlja, i cili këtë popull dhe këtë shoqëri arriti ta sjellë në një stad që të jetë e lirë dhe shtet i pambarur. Pastaj, fjala ju dha Flamur Gashit, i cili përgëzoi kryetarin për vendimin që nga viti i ardhshëm ky aktivitet të jetë në patronatin e komunës së Istogut. Nderuar kryetar, përgëzime dhe urime për vendimin që marrë që nga viti i ardhshëm ky aktivitet të jetë në patronatin tuaj dhe të komunës së Istogut.
Në fakt, ky është e lajmi sot. Dikur kur kam qenë gazetar, ky do të përbënte lajm. Aktiviteti delte në rand dytë. Nderuar kryetari Petnicës, mirë se keni ardhur, zonja deputete, poet, shkrimtar, profesor, miz dhe dashamir. Përshëndetje mizve të mi nga Malësia e Mirë, nga Malësia e Gjakovës. Në fakt, unë tani kur e pash librin e Reshat Sahitajt, më ngjall krejt diçka tjetër dhe ndryshova. Është kënaqësi që promovohet libri i dy prej veprimtarëve të hershëm të mërgatës shqiptare në Benelux, kryesisht në Bruxelles. Zonja dhe zoti Sahitaj kanë qenë ndër të parë në aktivitetet e tyre patriotike në Bruxelles. Bruxelli ka qenë një qendër e jashtëzakonshme për veprimtarinë politike, ku një barë kryesore kanë mbajtur edhe çifti Sahitaj, por aty ka qenë Enver Hadri, Gani Azemi, ambasador Gashi, kushëria mi së është i zonë autona këto, dhe shumë familje të rrethit të Istogut, të cilat kanë qenë bartëse të veprimtarive në Bruxelles. Jo rallëherë, presidenti Rugova, Bruxellin dhe shqiptarët e Bruxellit i kishte pikë të vëmendjes dhe të qëndrimit shpeshta. Prandaj, me kënaqësi po pres edhe promovimin e librit tuaj dhe leximin e librit tuaj, se me siguri ka dhe gjëra për Bruxellin dhe për veprimtarinë tuaj atje. Atëherë edhe ma tepër e ma mirë që duhet me lexu ma shpejt. Istogo i vogël e ka lind një burr të madh. Ky burr i madh e bani krenar kombin ton. Istogu i vogël po e krenon burrin e madh që ka lind Ibrahim Rugovën edhe me veprimtari të tilla, sepse jo çdo gjë bëhet me bujë të madhe. Nën Tereza thoshte, bëjmë gjërat vogla me dashuri të madhe. Edhe ju i bëni gjërat e vogla me dashuri të madhe, urime dhe shumë suksese. Madhështi i dha ngjarjes me anë të një monologu, aktori i njohur Isuf Ibrahimaj dhe grupi i vallëve Vullkani i Stogut qarkëtoi të pranishmit. Lam të mirë, vendet e mia, që përshduken i dal nga dal, gjemon deti u shton duhia, lkundet bar ka val në bival. Ka një ideal që është të i flakue, andaj fillun tash po vete, lam të mirë atë dhej bekuem, lam të mirë, për sa tjeta. Nesër natë kur bide, rezja dilit kamera, kush që disa uje dhe, mu prej teje ka më nda. E pën pyç sharet mizore, e pën pyç shazëgjë të detit, veç për ty moj tokër bënore, s'ka me më folë ma kush mu e shtretit. Tjera male, tjera fushë ka më pa, tjera dete, tjera valë, tjera gjumë, tjera qytete. Venin tem, mos kam me pa, ku kam leje jam burnue, sytë mi veç kam me kja, pa u qetë kush për më ngushluë. Nane e metme, për së gjallë, kam në kja e mira ditë për ditë, ndërsa motra djekë prej malit. Këtë ndojherë mua kam në pritë. Lam të mirë të shpia të parve, ku mas pari ma gojdita, e ku strehu dhash të këtarve, mis të babës, edhe ku i prita. Lam të mirë, male shkrepa, ku ma mirë shndrit djele e hana, e ju lugje, e ju kroje, atje rritën djemë si zana.
e ju hale që parise, kome u pas në dërmed gjithmonë, e ju stane, ju mrize, e ju dhenë me ato këmbon. Unë ju kur s'ka me u harrua, sa të kom jetë kom me u endë, sa të mund Shqip me legjerue, ju gjithmonë kom me u përmendë. Faleminderit.
Çmimin Dr. Ibrahim Rugova për post-mortem u nda për kryetarin e ndjerë të komunës së Istogut, Haki Rugova, ndërsa çmimi nderi u ndan për Gjevdet Shoshin, Serbezë Kabashi Muçaj dhe Leonora Bruçaj. Aktiviteti u pasurua me promovimin e librit Iliriana të autorit Reshat Sahitaj, për të cilën referuan profesor Lan Çuçalla dhe Dr. Nikol Loka, të cilët e vlerësuan lart këtë libër. Masi nisëm me njoftime, po ju njoftoj, kemi edhe një njoftim të mrekullueshëm për letërsinë shqipe. Pikërisht me 5 janar të vitit 2026, Asociacioni Ndërkombëtar i Frankofonisë, i kritikëve dhe letrarëve botëror në Paris, librin e Reshat Sahitajt, Iliriana, do ta nominojnë për çmimin Nobel. Qoftë rrugtim i mbar Reshat për këtë veprimtari. Qoftë suksesi gjithë neve. Reflektimi im për romanin Iliriana të Reshat Sahitajt, ky emër i diplomatit më të shuar shqiptar në vitet 1980-2000, dhe sot nuk do të flasim për këtë veprimtari, sot do të flasim për krijuesin, shkrimtarin e kritikun emblematik në letërsinë shqipe. Romani Iliriana i Reshat Sahitajt, siç po e shihni edhe në pano atje, janë shkurtimisht disa thënie të nxjerrura nga kritikët botëror Daniel Levers, Nicolas Barrier, më duket edhe Laurent Grison, të cilët e kanë vlerësuar këtë vepër letrare. Kjo vepër në kohën e hapësirë që nga viti 1978 deri në ditët e sotme, me personazhe real e surreal, me ngjarjen që mosha e mesme dhe ne më të shkuarit në moshë i ndjejmë, i përjetuam ato demonstrata që i paraprin luftës së fundit e deri në ngritjen e kryepersonazhit në pjedestalin më të lartë patriotik në bazë të rrethonave të kohës të parëve të agimit, personazhit kryesor. Roman që të rëmben dhe të dridh emocionet në lexim. Për episodin e ri të sotëm të romanit e fundit të sezonit 2025 të Iliriana, kujtojmë autorin, jo vetëm për zhvillimin e tij të hershëm, por edhe për eksperimentimin e tij të thellë, i cili ndryshoi ndjenjen e Sahitajt për atë që mund të bënte një roman. Që në fillim, siç e thash më parë, mund të shohim se çfarë e motivon shkrimtarin gjatë gjithë karrierës së tij, që kërkimi i tij i pamshirshëm për këtë mënyrë, për të arritur ndjenjen reale, transcendentale dhe sublime, ta përcjell tek lexuesi. Diskutojmë se çfarë bën këtë kërkim aq emocionues, si e formsoi kuptimin e agimit nga thjeshtësia në një personalitet kaq të rëndësishëm në kërkim të gjenezës së tij të kohës mesjetare të këtyre trojeve, se si letërsia mund të kapë ndjesinë dhe perceptimin historik të gjenezës familjare, edhe pse u desh të fshihej në turmën e demonstruesve, si njeri i rëndomt, i shtyr vetëm nga ndjesia e rastit të simpatisë ndaj një femre demonstruese me gjinjë që donin të shpërthenin ashtu si demonstratat dhe për ta lexuar romanin me një frymë. Romani Iliriana është një roman modern i shkruar me kujdes, që trajton në mënyrë rrënqetëse realitetin politik të Kosovës në okupim dhe situatën pas luftës. Personazhet e Reshat Sahitajt janë njerëzit e Kosovës të nacionaliteteve shqiptare dhe serbe, janë zyrtar të një regjimi pushtues, janë student, janë veprimtar të shquar, të cilët luftojnë, janë edhe qytetarë të zakonshëm, të cilët të ndërtojnë jetën e tyre. Por zhvillimi i ngjarjeve, gjithçka ndodh brenda atyre viteve ku e përshkruan në roman jetën, vjen me një kompleksitet, me një sinqeritet dhe vjen me një ndërthurje
të tillë që të mahnit, sepse aty zbulojmë, aty gjejmë në fakt atë realitet të cilin ne shpesh herë nuk duam ta pranojmë, sepse edhe letërsia e ka të vështirë të ka përcej shablonet, sidomos kur bëhet fjalë për tipizimet e personazheve pozitive dhe personazheve negative, ose të evolimit personazheve, nga një personazh i zakonshëm në një hero të ditës e tjerë. Shpeshherë këto na vijnë të gatshme ose evoluojnë në mënyrë jo komplekse. Ndërsa Rashat Sahitaj, autori i këtij librit, theksoi se Këshilli Organizativ në Paris, librin dhe autorin kanë vendosur ta kandidojnë për çmimin Nobel, që njëherët mbetet si iniciativë tyre. Unë falenderoj së pari organizatorin Ridini Meraj, i cili më ka mundësuar që sot vi këtu pranë jush. Romani është një roman, siç thojnë kritikët e njohur evropian që kanë shkruar atje, ka shumë gazeta, Le Parisien, një nga gazetat prestigjioze, ka fol TV5 Monde, ka fol revista prestigjioze La Diva Diplomatique Internacional që shpërndan të gjitha ambasadat e botës, dhe me 5 janar dihet që komiteti, Këshilli Organizativ në Paris se ka vendosur që këtë libër dhe mua si autor të me kandidojnë për çmimin Nobel, por nuk do të thonë që bëhet diçka, por është një iniciativë atyre. Këtë libër flitet për Femia Ganin, flitet për Ibrahim Rugovën, për hapat e parë diplomatik të Ibrahim Rugovës, janë ftesat e Parlamentit Evropian, janë helmimet e fëmijëve, flitet për vitin 1130, domethënë është një roman mbi roman, i familjerit. Në pjesën e dytë, që u moderua nga profesori Magjon Osmanaj, vazhduan me poezi nga finalistët që kishin sjellë krijimtaritë e veçanta, ashtu si që kishte hije kësaj ceremonie. Somnium. Unë krijesa e trisht, jam sirena e detit. Unë krijesa e brisht, nuk erdha në lumturi, ta vidja atu kallë të merën. Ju adhuroni bishtin tim dhe e shani. Ngjyrat kuqe, ngjyrat pista, më kujtojnë shpimet e gishtave, prej thumbit të grepave, më kujtojnë therjet lulekuqe. Trupi luspa i ma vjosur në rjetat e qelbura të mykura. Loja juaj dashuria dhe sajesa, është loja e sadistit të shpirtit të shumë sirenave. Unë jam zarari që ecë labirintëve pa kënde. Bashk me bretrit e trilluar të ngujuar nga fer i imi. Marinarët e anijeve janë aktor, që bien nga skena, aktor që do i gjuaja me domate. Dua ta mbys këtë krijesë që të mbledhur krus po trupin ka. Dua ta shqyej bashk me detare që e përcjellin. Nuk i ndahen. Faleminderit. Do të doja që me kati të me falë bekimin. Sa do të doja mizoria të me falë të guximin. Do t'i thoja djelit, shëndrit më shumë, ndryshon më shumë për mua, aty ku dua unë. Yjeve të natës të lutesha të me benin roje, hena me rezet e saj, ta shduk rësiren prore. Lumi të vazhdante, rjedhen e vetë, që askush si unë, në mjerim mos të jetë. Lullet plot aromë të zbukuronin botën time, vapa me dëshirë të më ngro zemrën e vegime, vesa në agime të mos zhduke i kur, do të merja pika vese, ti njom zemrat e ngurtësuara që janë berë sigur. Do të fluturoja si shqipe mali, vigilente si skifter me guximin e një luani. Botës, ti thoja botës pse keni kaq shumë meri, në vend të së mirës, falni veç mirësi. Faleminderit. Burri botës, mi harbi avogur. Ibrahim madhështor ishe e do të mbetesh gjithmonë
Hileqarët sot përkulen të varri e t'i puthin këmbët, ani pse të urrenin. Republika e Kosovës pa ty s'do kishte kuptim, barbarët ta kishin frikën e ishe burr e shkuar burrit. Ardhmeria ishte në ty dhe me ty. Vigan trimerie ishte, o kolos i pathyeshëm, i patrembur, Gandhi Balkanit të ngjiten emrin, uraganët stelan të qetë, rrugët i trasove Lumiku. Faleminderit. Një yll i qetë ra mbi mendimet e mia, si pluhurim të mbi një planet të pabanuar. Ju nuk ishit i zemër e pranishme, unë isha ende duke të kërkuar. Një dritë që arrinte me përkrenare në një kohë kur nuk ekzistoja. Të kërkova unë me sy në rrugët që dikur të takoja. Si yje që shuhën në thellësi, drita e syve udhton mbi mua. Ti ishe aty një yll i lirë, nuk ishte dritë, por një shiqim të verbuar. Çdo përpjekje për të harruar më kthen sërish në rrethin tënd, as dashuri e as dhimbje, veç një mungesë që më rëndon. Unë, udhëtari i këtij qielli të mbrëmshëm, nuk di të zbres nga kjo lartësi, sepse ti s'u ktheve më dhe unë s'u ndava dot nga ti. Faleminderit. Poet është një fjalë e madhe. Të shkruaj, a mos të shkruaj, shkronja dhe mos të bie në qafë, po s'qe i lirë, i te formuar, të del vargu qalë qalë. Po s'hedhen letësh do iluzion, fantazi për te reales, kot mundohësh e kryon, del si fera për mes baqes. Poet është një fjalë e madhe, s'ka peshore që e matë, është dhunti e dha nga Zoti, i bekuar dhe me shumë fat. Kalon një femër shumë e bukur, ty frymëzimin fat të ashton, e vesh për si flutur, për mes vargut që rimon. Vargu feregje nuk pranon, as brekushe kur nuk vesh, fjala e shpirtit dritëron, ndryshe shkronjat e vetë fjala na përqesh. Faleminderit. Lam të mirë, lumturia është ai pullumbi bardh që sjell lajme gëzimi pa u ndalur. Hap krahët mbi malet e lashta, e ndes shpirtin shqiptar me zjarr. Ku Shqiponia fluturon mbi kaltërsi, tingullon kënga jon o trima të mi. Ku zëri i pasur i një fëmije kumbon, aty lindjen bit e Dardani som. Ku ngrihet tym e era barotit ndjehet, aty pret plaku me ples e me pushk në dorë, me bes për tokën, me gjak për liri, me zemër që s'nje asnjëherë dorëzimin. Aty ku gjaku vadi çdo gur të kësaj toke, ku amaneti s'harrohet, as në vdekje s'lehet. Brezat të rinj do ta ruajnë këtë dhe të shenjtë, se liria s'është dhuratë, por betim e nder i shtrenjtë. Nga gjaku i tyre u rrit kjo tokë me nder, nga dhimbja e tyre u qel liria në agim. Sot ne e qëndrojmë si dëshmi për jetësie, se atë dheu nuk vdes kur zemra re për çdo ditë. Dhe kur dielli të shuhet në perëndim, e tingulli i pushtëve të hesh në qetësi. Ne do të themi me krenari, në këtë truall të lirë, lam të mirë, por jo fund veç fillim i përjetësisë. Gjami ka kris dimrit të fundit. Era qau degët, pal ranë mbi rrahe bore. Pikturuar me gjem malësh, me gjem kohësh. Shtërngat veri u ranë mbi puhizën e erës, shtiqeve të shekullit, u ndalë në prag të derës. Ere lehtë, deti, flet, nga shtërngat ranë në kulmin e qatisë së vjetër.
Marazdimri u bën e dritaren me drasa, me zemrim veriu në gjamin e thyrë e në ca plasa. Era shtrëngat raho dritarët ato ditë. Ju soll parmaku te era në gjamin e Krist. Acar ju bëleckave brenda në minder, larg djelit e një shprese në pranver. Në dëllapin e luleve në vazo, nëna nuk la të bjerë nga rafti të thyhe një gastare. Mbrëmjes me acar në sy nëne, në maraznate, pa gjumë, si në ndër, i ngriu loti në faqe. Të premtën kam takim me shpirtin. Të premtën pres t'i dorzohesh unit. Të rikthehesh tek origjina e atit Adem. Aty ku mëkati dhe pendimi të bëhen universiteti i shpirtit për përsosshmërinë e kulturës shpirtërore. Në ditën e 5 të javës kur shpirti ka festën e vet, dhe në të 5-ën e javës veshur shpirtin me vello, pelegrinazhi një akti shpirtëror, ku robëria e shpirtit merr titullin e lirisë. Të takohesh ti dhe uni me të gjitha mëkatet që krijuan zhurmë për shpirtin dhe e trishta të kthehet në paqe është fuqi e pendesës, që në aritmetikën e të qenit ti, gjurmë dhe gjuhë e së heshturës krijon spektakël për gjetjen e vetës. Sa dashni e madhe kjo frymë. Më dha muan, në ty ngjizet bota në të cilën fillon çdo luftë në terrin e betejës, e një fronti që e gjen njeriun si perandori një lufte për heroizëm. Botën ti e bën të jetë botë, e dashuria për ty krijoi spektakël shpirtrash. Ju falenderit. Yjet e shallit do të flas, heshtja mbështjell me mburoj ari. Dyert do t'i hap ku medaljonet shkëlqen me epoka. E urejtja gjunjëzohet urtësis me heshtje madhështi. Sa herë shoh thinja të lodhura, kujtoj burat me qefin mbi kokë që i zgjidhnin fjalët, e mençurin e mbështjellnin duhan letre të hollë. Në kullat e gurit që bartnin plak me krenari fisi, e frëngjit mbanin syrin pish, veshqin për të dëgjuar me fjalë lahute, dhe bartnin pajnusje porosinat dheut për 7 male. Aty i pa rënjët e qëndresës mbjell thellë. Syt ja përlotin dhimbjen, po kur nuk derdhi mlef. Liria vjen nga amza e dheut që ja ushqente durimin. Po që se një ditë do të flas urtësia, do të gjenden yjet e verdha në shallin me katrore. Kodet e njerëzimit do të lipin të pastrën lotin e heshtur, si u shkrim lefi në kaltërsinë e qiellit që mbush